game show më elektrizues i momentit. Në 10 javë, do shihni personazhet tuaj më të preferuar në momente të paimaqinuara dhe në situata të papritura. Cili grup do të ketë guximin, bashkëpunimin dhe shkatësinë e dur për të qenë fituesit e çmimit të madh final. Supermodelet! Vjen në ekranin e digital, risia e këtij sezoni. Sfida. Adrenalin në maksimum. Nën prezantimin e Ilda Bejlerit dhe Bobit në një sfidë të re. Kjo është loja ku asnjëherë nuk e gjen dot se çfarë të pret. Në puntatën e shkuar, për sfidën ishte një privilegj të kishin këta superheronj, të cilët kudo që shkojnë na bëjnë të ndihemi krenar në to. Klodiana kaloi me sukses raundin e parë, edhe pse ajo nuk kishte bërë kur balet në jetën e saj. Grace, pavarësisht një modele me linja për t'u admiruar, nuk arriti të bëjë një me formën e murit tonë. Në raundin e dytë, djemt treguan shumë dashuri për njëri tjetrin. Kjo gjë i verboi ata dhe nuk arritën të shikonin murin e sfidës, duke humbur 2 pikët e tyre. Olsi me Vivian e treguan dashurinë e tyre dhe morën vetëm 1 pikë, dhe kjo për heroizmin e Olsit, për t'u rikthyer në pishin, duke shpëtuar Vivian. Raundi i tretë ishte ai që tregoi se superfuqitë e heronjve tanë me në krye të vetmen femër të ekipit i dhanë atyre fitoren e sigurt. Ndërsa eksperienca e Olsit për të qenë përpara aparatit dhe Grace'it për të qenë prapa aparatit nuk ishte edhe aq frydhënëse. Raundi i fundit i ekuacionit ishte ai që vazhdoi të mbetej i pamundur për njerëzit që merren me sport, por vërtetoi se të merresh me art nuk do të thotë gjithmonë se nuk merr vesh nga matematika. Rezultati final çoi në fitoren e superheronjve dhe në kalimin e tyre në sfidën e radhës. Në 5 javët e kaluara në sfida, 5 skuadra arritën të kalonin në fazën e ardhshme të gjysmëfinaleve. Në puntatën e parë ishin Peshqit e Kuq dhe Osa Keq, ku në një garë të tej zgjatur, ekipi i Osa Keq bëri më të mirën e mundshme dhe kjo i dha mundësinë për të qenë gjysmëfinalistët e parë. Të dytët pas Osa Keq që u kualifikuan ishin të turbuarit, të cilët ashtu si emri i tyre u lëshuan mbi të qeshurit dhe fituan vendin e dytë në gjysmëfinale. Sfida e radhës u pasua nga përballja midis centralistëve dhe rrotave, ku me një ekuilibër perfekt, të 3 rrotat gjetën rrugën e dur për të kaluar në fazën tjetër. Në sfidën e katërt, guzhunierët përballë intelektualëve nuk ishin në recetën e dur për t'i bërë ata fituesit e radhës, kështu që intelektualët kanë mundësinë e tyre të radhës përfitore. Në puntatën e 5 të sfidës, përballë vendosi superheronjt dhe supermodelet. Fakti që ata janë mësuar gjithmonë të jenë fitues, bëri që të besojnë në fitoren e tyre, ndërsa modelet shijuan pasarelën e murit të sfidës. Kjo natë e sfidës është përballje për të nxjerrë skuadrën e fundit gjysmëfinaliste. Do jetë një natë speciale dhe veçantë, pasi nuk janë thjesht 6 personazhe, por mbartin me vete një numër të pafund fanzash. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Mirëmbrëma të dashur teleshikues. Sot neve ju paraqesim show-n më argëtues që ju keni parë ndonjëherë. Është një show i cili do të përballë 2 grupe. Të 2 grupet do të kenë nga 3 personazhe. 3 personazhe të cilët do të jenë të famshëm dhe të cilët do të garojnë kundrejt njëri tjetrit. Por surprizat nuk janë vetëm këtu. Bashkë me mua do të jetë Ilda Bejleri. Mirëmbrëma gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë super spektakël i cili
quhet sfida. Skuadra blu dhe skuadra e kuqe do të përpiqen që të fitojnë në javët në vazhdim dhe të marrin pikët që do t'i çojnë deri në gjysmëfinale. Gjithsesi këtu nuk ka të humbur sepse ekipi tjetër do të përfitojë një abonim 1 vjeçar në Digital. Por kush është çmimi i madh? Çmimi i madh është një çmim shumë i rëndësishëm, për mua do ishte një kujtim shumë i bukur nëse do të kisha mundësinë që ta përjetoja dhe për të thënë vërtetën do doja të isha pjesë e grupeve që do të vinë dhe do të garojnë këtu, sepse skuadra ose treshja që fiton finalen e madhe do të ketë mundësinë që të shkojë në Francë në kampionatin evropian 2016 dhe të shoh nga afër pikërisht ekipin ton kombëtar që na ka bërë që të ndihemi tepër krenar, sepse për të thënë vërtetën ka qenë një moment historik kualifikimi i ekipit kombëtar në Francë. Kështu që treshja që do të fitojë një çmim shumë të madh, një kujtim që çdo kush nga ne do kishte dëshirë ta përjetonte. Do të ftojmë 3 këngëtarë, të cilët janë të njohur me njëri tjetrin, janë të njohur për gjithë publikun tonë shqiptar. Kështu që ne të ftojmë për herë të parë ekipin e kuq. Ata janë personat e miliona klikimeve, qindra mira fansave dhe personazhe të shumë përfolur për stilin e tyre të jetesës. Kështu, ata janë të pandrejshmi. Një treshe si kjo është fantastike. Tani, u bëra dhe unë me ju, s'ka problem, femrat mes. Si ndiheni në këto format? Unë e di që keni pak frikë se është format i panjohur, po... Ndihem shumë ngusht. Shumë ngusht? Pse ndihesh shumë ngusht, Noizi? Kjo ishte gjë diçka e re, faktikisht do provoj në videoklipet e mia, ndoshta më ngjaj bukur. Te videoklipet me Ciletën ndoshta se apo me Elgitin, këtë zgjidhje ti, kush është lojtar më i mirë? Të dy, prandaj me këto dy. Të dy. Unë më i mirë. Të gjithë jeni shumë të mirë, të tre jeni më të mirë, njëri më i mirë se tjetri, do thoja unë, kështu që Noizi po bësh gati me po një po respekton vajzat. Po pas ujtin do respektojmë vajzat. Cileta, si ke marrëdhëniet me duhet kesh dhe pak aftësi që të bësh këto figura? Marrëdhëniet po mirë kam, stërvitje bëjmë, kështu që merresh me fitness, me sport. Po, sigurisht. Elgiti sigurisht që po, sepse Elgiti ka qenë edhe pjesëmarrës në një spektakël kërcimi, kështu që ti Elgiti ke treguar aftësitë tua. Kjo është krejtësisht ndryshe nga ato që ke bërë deri më tani? Problemi është kam vetëm frikën atij ujit. Është i ftohtë apo i ngrohtë? Uji është i ngrohtë, për këtë të siguroj. Unë juftoj që të uleni te koltuku i kuq, ndërkohë që vjen edhe skuadra tjetër. Ata janë 3 miq, 2 nga ata janë gazetar, 2 nga ata janë tekst shkrues. Atëherë ftojmë skuadrën blu. Ata janë të pangohur, jo vetëm përballë ushqimit, por edhe përballë lajkeve të atyre çka postojnë çdo moment në rrjetet sociale. Vinë për ju, anoreksikët. Ata për të vërtetën kanë thyer rekorde pafund, sepse Rozana ka shumë qef thyje këmbën. Çfarë ka mbetur pa thyer tjetër, Rozana? E ka ngelur pa thyer 200 euro që mori nga teksi. E ka lek shqiptare, nuk e ka bërë akoma. Është idiot. Ndërsa Olti Curi thyer rekorde ushqimi. Për këtë ta keni të sigurt. Elona Duro pastaj shuhet për fjalët. Për sa fjalë thot në sekond. Si ndiheni? Ndihemi kështu më mirë se Noizi dhe se këto tjerë. Me sa so keni bërë kështu stërvitje, keni bërë kështu seansa? Sanduiç, po hëngrëm sanduiç, grosh. Hëngrëm lart na që rasin Noizi. Faturën e paguaj Noizi. E po mirë energjia. Ka një javë që pagua Noizi. Me pak fjalë për mos do. E po mirë gara atëre është shumë e fortë sepse me sa po kuptoj Noizin e pas keni shumë frikë kështu se i bie të gjitha do i fitoj Noizi edhe se i vogël Noizi vite bicikletat e laja. Edhe kam shumë frikë. Edhe gjyshi tim kam frikë sa ja kam vjetur bicikletë. A keni përgatitur ndonjë strategji për të mundur ekipin kundërshtar? Kemi përgatitur një lakror. Fal. Kemi përgatitur një strategji, unë jam kapitenja. Unë jam kapitenja. Unë kam qenë gjithmonë kapitenja dhe jam dhe sot kapitenja. Ti je kapitenja, kurse unë jam e LSI-në dhe ta bllokoj qeveri. Ne kemi përgatitur një poezi të vogël që është Ilda, ku je ti? A ke bone çik dashni?
Jo, se edhe unë po përgatitem për ujin, kam qenë tupi, thot Rozana, jo pas ka kësë edhe autore tekstes, edhe shumë e mirë ma dje. Tani, unë e shikoj që keni të vështirë që të zgjidhni kapitenin, shkoni pak të koltukura, toni, edhe do zgjidhni dhe kapitenin, kështu. Dal nga dal. Atëherë jemi gati për të filluar sfidën e parë. Raundi i parë. Loja është fare e thjeshtë. Nëse arrin të kalosh figurën në mur, fiton 1 pikë. Nëse nuk e kalon dhe bie në ujë, nuk fiton as 1 pikë. Skuadra e parë që do të zgjedhë kapitenin, nuk e dia kanë vendosur apo jo, po me sa kuptova unë kanë vendosur, është Cilieta, kapitenja e skuadrës skuqe. Cilieta afrohet pranes. Cilieta. Po, patjetër mund të afrohesh pranë meje. Sa do që të bëni Cilieta është seksi mama, njët ndryshe. A je kaj seksi edhe pranë pishinës? Ta shofim. Apo ta shofim mirë? Ta shofim. Je përgatitur mirë? Po, jam përgatitur. Je gati? Gati. Okej. Cilieta është gati, pozicionohet të këvëndi. Cilieta, ajo që nuk resht së provuari çdo lloj sfide, tashmë dhe mama. Por seksi nuk heziton të jetë e para përballë kësaj sfide të re. Jemi gati për të filluar sfidën e parë. 3, 2, 1. Cilieta e kaloi shumë mirë me sukses. Cilieta do shohësh në replay-in edhe një herë përsëritjen e kësaj gjëje që ti ke bërë. Ishte një kurevepër, urime e dashur. Megjithëse nuk arriti të ngrinte këmbët në formën e murit, ajo arriti me pozicionin e saj të kalonte dhe të fitonte pikën e parë për skuadrën e saj. E ka kaluar me sukses Cilieta sfidën. Cilieta, kush ishte momenti më i vështirë që ti pate vështirësi tek momenti i kalimit? Ishte momenti këmbët apo duart? Këmbët, i shtria apo ti leja. Te këmbën kishte pak probleme se i ke edhe të gjata, për fat të mirë dhe sigurisht kondicionante. Po kaloj me sukses, që zot. Kam përshtypjen që ekipi yt është shumë i kënaqur me kalimin. Më çuna. Faleminderit. Mbasi Cilieta e kaloi me sukses provën e saj të parë si kapitene e skuadrës kuqe. Këtu është pak situata më ndërlikuar, sepse akoma nuk është vendosur kapiteni, kam pak probleme me vendimin. Një sekond tani, një sekondë. Eleona, po s'kon të provoj ujin, uji është i ngrohtë, garantoj Eleona, po më duket se nuk është vendim unanim, apo? Nuk i pyet njeri. Faleminderit. Uji është i ngrohtë dhe unë mezi po pres bia aty brenda. Eleona është, përveç se është gazetare shumë e mirë, po është edhe, e tham pak më parë që ka rekorde për sa i përket shpejtësisë së fjalës, po Eleona këtu ndryshon situata se këtu duhet të mendosh shpejt edhe të veprosh shpejt. Uroj që figura ime të jetë po aq e thjeshtë sa e Cilietës. Ai është kot fare. Se Cilieta ishte e thjeshtë? Pastaj Cilieta edhe është provuar se bën prova shpesh, kam përshtypjen në shtëpi me çunin, pas fatin e Cilietës. Kështu që, nuk e di, unë jam gati, kam edhe emocione, uroj që të kthejmë faqe barë se Rozi. Rozi është këtu. Ka pak probleme te kjo prova se i e zgjedhur kapitene vetë, kështu që e mban përgjegjësinë vetë, emocionet i ke dy fish, po të dridhen gjunjët, si ndihesh? Je gati? Gjunjët jo, po kam pak tension. Kam pak aritmi. Na thuaj kur ti je gati, ë? Jam gati. Okej, Elona është gati dhe pozicionohet te vendi për të pritur figurën e saj. Elona Duro, një nga forcet radiofonike më të shpejta dhe zëri i qindra emisioneve, do të tregoj sot se me të njëjtën shpejtësi të folurit do të reagoj edhe për të përshtatur trupin e saj në formën e murit të sfidës. Nëse kapitenja e ekipit blu do të kaloj figurën e saj, atëherë edhe për ekipin blu do të ketë 1 pikë.
Elona si një ngjalë, shojmë pak ngjallën. E shojmë. Edhe pse me një këmbë në ajër, për Elonën nuk ishte pengesë për t'i dhënë asaj pikën e parë. Edhe pse me një këmbë në ajër, për Elonën nuk ishte pengesë për t'i dhënë asaj pikën e parë. Ishte dhe replay i Elonës për të parë veten se si e performoi televizion. Se unë isha ajo, si që unë ajo. Se kush ishte? Në fakt kur e sheh në fillim nga larg, të duket jo shumë e vështirë. Pastaj konfuzohesh pak me pjesën, cilën dorë të parën, cilën këmbë të parën, dhe sa më shumë figura afrohet, aq më e vështirë bëhet se të duket sikur të vjen kështu një përbindër që do të marrim me veten dhe do të hedhim pishin. Po shiqyrja dola. Edhe nuk është se do ndodhin ndonjë gjë se maksimumi do biesh në pishinë, kështu që bëre shumë mirë që e vendose veten kapitene, nuk kanë çfarë thon as Rozana as Olti. Shko dhe bashko me grupin. Si që patë edhe ju, të dyja ekipet, të dyja skuadrat, edhe e kuqja, edhe bluja, e kaluan raundin e parë. Për të dyja ekipet ka nga një pikë. Le të fillojmë me raundin tjetër. Raundi i dytë. Tani është momenti i figurës dyshe, dy prej personazheve, dy prej atyre që do të garojnë, ata që nuk kanë garuar më parë, sepse ishte kapiteni i cili bëri figurën e parë, do të vinë dhe do afrohen pranë meje. Nga skuadra e kuqe do të jetë Noizi dhe Elgiti që provojnë figurën dyshe. Noizi, djali i prapt, që të gjithë e duan dhe e pëlqejnë, ka ardhur të tregoj se edhe me anë të kësaj sfide, do të shtoj akoma më shumë numrin e fansave të tij. Elgi Doda, ai që gjithmonë ka qenë prapavija e sukseseve të shumë artistëve, këtë herë ka vendosur të përballet vetë me murin dhe të fitojë suksesin. Kini mendjen, është Noizi dhe Elgiti që afrohet edhe bëhet gati. Jemi gati për të filluar sfidën e dytë. Dy pjesëmarrësit e parë, të cilët nuk morën pjesë, janë gati për të kaluar murin e tyre. Nëse ata të dy do t'i kalojnë, të dyja figura do të marrin 2 pikë. Nëse vetëm njëri nga ata do të kalojë një figurë dhe tjetri do të bjerë në pishinë, ata marrin vetëm 1 pikë. Noizi dhe Elgiti, këta djemë të prapë të rrugëve, duhet të kishin eksperienca të mëparshme të kalimit të mureve. E kaluat me sukses e këtë provë patët pak vështirësi Elgit, se pashë në momentin isha po vjetë muri, po afroj pranë jush, po mendorë si pak si të vinit këmbët, si të vinit duart. Jo, po bëtë matjet kënë fakt, isha të të bëgë shu hau, po në fund... Noizi bën matjet gjitha, Noizi po ti qërë bërë. Mauri matjet ta, fiks. I në bërë si zjarfica. Okej, Noizi, patët vështirë ta kalove figurën? Ishte pak e vështirë, por shqyr ato përmaset ishin pak gjëra, se si jemi dhe që vogël. Me 2 lymë, kokë? Kur kam bërë kohën time, kam bërë me arkitekturë, hajtë bëjmë kokë. Noizi është, kjo që kanë kokë Noizi duket si baka shumë si plis. Noizi është gati për plis me Paris. Noizi, dëshiron të shkosh në Francë? Ndash fitojnë, ndash më fitojnë të Francë të shkojnë së zërë. Mirë, afrohet të koltuku Noizi edhe Elgiti. Ndërkoj që tani është momenti i... ka frikë të vitë këtu pranë meje, Olti Curi dhe Rozana Radi. Me
me qetësi, kemi sa kohë të doni juve, Olti? E kështë menduar ndonjëherë që dashuria jote për ushqimin do të kthej në bumerang? Po, e kam menduar. Në këto momente më dukesh pak I friksuar. Jo, po kam bërë stërvitje dje, bëra gjysore pishim, kështu që them se doja dalë. Po është kënaqësi që t'jem këtu me Rozana Radin. Që ëngët morti kush na fut në skuadër. Rozana, Olti si kënaqur, mjafton që merr pjesë me ty. Kush e zolli këtu? Do bijem në ujë. Po keni frikë tani? Jo, thjesht nuk kemi veç dhe dura poshtë kësaj. Nëse me atë rast do lahesh. Olti Curi, ai që komenton shumë fenomene dhe personazhe. Kësa here është I gatshëm të komentohet nga të gjithë duke u vënë përballë sfidës. Rozana Radi ka arritur që me tekstet e saj të emocionoj çdo. A do arrijë ajo të krijojë emocione edhe në sfida? Jemi gati të shohim ekipin e skuadrës blu. 2 nga ekipi I skuadrës së kuqe e kaluan fazën e parë. Të shohim do ta kalojmë po apo jo 2 pjesëmarrësit tanë të ekipit blu. Le të ndjekim sfidën e radhës. Se na thyve murin. Me shtyllën kuriozore. Shohim pak replikin se Rozana bërë një fytyrë çuditur, nuk e kuptove ti çfarë? Jo, nëse kuptova. E pas ka Olti. Olti dhe Rozi nuk arritën dot të bëhesh një trup I vetëm. Kjo I bëri më të gjerë dhe nuk I lejoi të kalonin formën pa e thyer atë. E keni kaluar figurën, por me pak probleme. Rozi, në fakt, të çudit se nuk e kuptoj që muri u thye, po... Praktikisht nuk e theva unë murin, se dallon, do me thënë, kush e ka thyer murin nga ne të dy. Muri me muri nuk hahet. Nga ne të dy? Jo, një sekund. Shikoj, Olti, hajde këtu. Olti, hajde këtu, ma hajde që këtu. Ky është si mur kinez vetë, shikoj. Olti, çfarë ke për ti të Rozi, se... E dinte Rozi që të kishte në skuadrë? Jo, unë I kam thënë Rozi gjithmonë, dhe I biesh murit me kokë, po nuk më besonte. Dhe ja ku erdhi sot këtu. Sa bën muri? Nuk e kaluam ne? Ha se paguan Rozi, hajde. Rozi edhe Olti shkojnë te koltuku, ndërkohë që është momenti për sfidën tjetër. Në raundin e parë Qilieta, Mamaja Seksi fitoi pikën e parë për ekipin e kuq. Gjithashtu edhe Elona, e cila me ekuilibrin me një këmbë, arriti të barazojë ekipin e saj. Në raundin e dytë, të pandrejshmit ishin të parët, të cilët me eksperiencën e tyre me muret, fituan plot 2 pikë. Ndërsa Olti dhe Rozi, edhe pse u munduan të bëhen një trup I vetëm, nuk arritën të merrnin asnjë pikë. Kështu, pas raundit të dytë, rezultati është 3-1 për ekipin e të pandrejshmëve. Raundi I tretë. Ata do të vinë dhe do të përballen me një mur ku ka 3 figura. Duhet I kalojnë të 3 figurat. Nëse ndonjëri nga ata nuk kalon një figurë, atëherë është 1 pikë minus për të gjithë grupin. Le të shohim çfarë do të ndodhë. Në ekipin e skuadrës së kuqe kemi 3 pikë. Në ekipin e skuadrës blu kemi 1 pikë. Bëhet gati të vi pranë meje Noizi, Elgiti dhe Qilieta. Të 3 do të garojnë për të fituar pikët e tyre.
mos u ndikon nga grupi tjetër, sepse grupi tjetër ka paksa edhe problemi që nuk e kaluan me sukses sfidën, kështu që duhet jeni shumë të përqendruar në maksimum te kjo sfidë, sepse nuk është e thjeshtë sepse jeni të tre njëkohësisht, Cileta Gangsta. Tani është momenti që do i rënteosh pak çunat apo? Të rëntoj çfarë të bëj? Noizi. Shoh se kemi shumë të vështirë. Noizi e ke më të vështirë dysh, domethënë sigurën. Qesim publiku, po, është më e vështirë tek si figurë, apo më shumë? Normalisht do t'jetë treshi, sepse... Më nërmëndi që treshi do jetë më vështirë, për shkak se ndoshta kjo mund t'jetë më e shpejt, edhe na duhet pozicionohemi të tre. Kështu që qofim. Më shpejta do të vi pak më vonë, po gjithsesi të jeni të tre të pozicionuar mirë, në të njëjtën kohë është vështirë sepse edhe figurat janë paksa delikate, do thoja unë. Afrojeni të tre pranë pishinës, duke shpresuar që asnjëri nga ju të mos bjerë në ujë. Jeni gati të tre? Pozicionim, po. Po e bëjnë tamam si një skuadër. Gati, skuadra e kuqe. Ekipi i skuadrës të kuqe janë gati për të kaluar sfidën e tretë. Le të shohim se çfarë do të ndodhë në ata. Keni qënë perfekt, do doja unë e shënë dhe një replay-in, po Cileta u gati pak më përpara, dy çunat u odhën si pesë, po s'kite ujë, nuk ratë në ujë, po ratë aty ku duesit. Replay! Ata shpesh lakohen që muzikën e tyre e kompozojnë vetëm në kompjuter, por kalimi me lehtësi brenda hapësirës së notave tregoi që ata e njohin shumë mirë ato. Ata shpesh lakohen që muzikën e tyre e kompozojnë vetëm në kompjuter, por kalimi me lehtësi brenda hapësirës së notave tregoi që ata e njohin shumë mirë ato. E kanë kaluar me sukses figurën treshe, Cileta, Noizi dhe Elgiti. Kam patur pak vështirësi djemt, ndërsa Cileta e pati pak më thjesht sepse kapin... Ja, unë sa e parë ishte kështu. E shesht, është të Elgitin dilë të idha se janë vetë atje. Elgit, ajo hedhja e bët të dy njësoj, Jo, unë e bëra më bukur. Ai e bëri më bukur, po ishim stërvit pra të hudhja, u hodha me kohë, po unë pak e kapa pak atë buk peshkun, po shumë mirë ishte. Nuk është nevoja ta do të t'jeqim pikët apo të duen? Jo, e keni kaluar në mënyrë perfekte, kështu që urime. Kjo ishte sfida me tre figura, ndërkohë që do kemi edhe sfida të tjera në vazhdim, mund të uleni të koltuku i kuq. Skuadra e kuqes apo mblodhi dhe ka 6 pikë, ndërsa skuadra blu do të përballet tashmë me murin në sfidën e tretë. Të ftojmë pjesëtarët për sfidën e tretë nga skuadra blu. Afrohet për me skuadra blu, Olti, Elona dhe Rozana. Jam pak në vështirësi, sepse në fakt për të drejtë rezultati është në disfavor me shumë pikë diferencë, por unë jam sigurt që jeni të kalkuar për ta kaluar. Ku i gjeta unë këta? Elona e para afrohet. Rozi, si ndihesh? Po ç'të ndihesh, ku ndihesh këtu? Po tani je optimiste apo? Po nuk jam optimiste me surratin e këtij përpara. Si mund të jem optimiste? Nëse Olti jam e sigurt që do bëj përpjekje më dha për këtë sfidë. Olti, I ka dhënë qëllim vetes, do thyej 3 mure. Afrohet edhe Olti pranë jush, Olti do e fusi në mes apo? Sfida e tretë për skuadrën blu është gati. Le të ndjekim pjesëtarët e kësaj loje.
me sukses të sfidë. Olti ndryshove votin me Rozana minutë fundit. Ke shpëtuar. Po ku ka si këta, po sa të mirë, ja. Sa të mirë. Sojmë replay-in pak, sojmë replay-in. Kur ata vendosen përpara mikrofonit, gjithmonë janë të suksesshëm. Kjo ndodhi edhe kur në murin ton u shfaq forma e mikrofonit. Raundi i 4. Jemi tek sfida e fundit në këtë momente. Bëhet gati një prej pjesëtarëve të grupit, do të zgjedhin një për t'i përfaqësuar, sepse kjo sfidë fakt është shumë delikate, por gjithashtu edhe shumë decizive, sepse në momentin që do arrit të kalohet me sukses, atëherë automatikisht skuadra fituese shkon në gjysmë finale. E para që starton është skuadra e kuqe, por që do të përballet me një sfidë që ka ngjyrën blu. Kë keni zgjedhur si përfaqësues është sfidë inteligjencë, duhet bëjmë kujdes këtu. Ekipi i kuq zgjedh Noizi si përfaqësuesin e tyre. Noizi afrohet pranë meje, ja Noizi, si më inteligjenti i grupit. Noizi, ku shkon mendja kur mendon për këtë sfidë? Çfarë mund të jetë, si mund të jetë një mur me si mund ta lidhësh me inteligjencën? Apo Si ja kam fort haberin. besoj që do jesh e surprizuar. Je gati për ta parë dhe për ta zbuluar së bashku? Po. Okej. Afrohet Noizi pranë pishinës. Edhe bëhet gati për sfidën e inteligjencës. Noizi e kalon me sukses provën e inteligjencës dhe provon që është super inteligjent. Noizi, shohim një herë përsëritjen e kësaj lëvizje që vërtet ishte emocionuese se nuk po dinte ku të shkonte. Shohim pak lëvizjen. Në testin e inteligjencës, nuk arritën të kuptojnë nëse ai vërtet e bëri veprimin matematikor dhe gjeti përgjigjen apo thjesht ishte fat në zgjedhjen e tij. Kjo është një pyetje që mund t'ia drejtoni vetë Noizit. Ky ishte edhe replay Noizit e ka kaluar me sukses edhe këtë sfidë. Noizi, ishte rastësia mbreti botës apo e gjetëm me të vërtet përgjigjen? A ishte po inteligjencë. Kaq. Po sikur. Po si ishte kjo inteligjenca? E bëre llogarin? Punë të Zotit. Punë të Zotit. Elgiti nuk beson duket e kjo, po e rëndësishme është që... Mirë, bravo Noizi, ke treguar që je sportiv, po edhe super inteligjent, përveç se një këngëtar shumë i mirë. Tani është momenti që të afrohet pranë meje grupi blu, por vetëm njëri prej tyre do të zgjidhet si përfaqësues, sepse kjo sfidë është sfidë pra decizive edhe delikate, edhe pse shanset për të kaluar në gjysmën finale janë shumë të pakta për të mos thënë të pamundura, por ne bëhemi gati të ftojmë njërin prej tyre. Kush do të vi dhe t'ju përfaqësojë? Duke e diskutuar. Më inteligjenti ishte Olti, apo e kam gabim? Ja japim ti të votit. Ne e Vetëm një gjë. Kur dola unë më i mençur i grupit, imagjino se janë këto të dyja. Tani, jeti me i mençuri, ha? Si që u vendos kjo punë. Okej, afrohet Olti inteligjenti. Edhe bëhet gati për të përballur me sfidën e radhës. Uroj që Zoti të jetë me ty, Olti. Skuadra blu është gati për sfidën e 4. Të shohim nëse kjo provë inteligjence do t'i japi të paktën pak zemër, gjithsesi, pavarësisht faktit që ata e kanë të humbur këtë sfidë. Jemi gati për sfidën e 4 për ekipin blu. Bravo, Olti! Konfirmon
inteligjencë që arriti ta kaloj e këtë sfidë goxhat vështirë. Olti, bëhemi gati që të shijojmë edhe replay-in tënd edhe një herë. Shojmë bashkë. Olti duket qartë që bëri veprimin e duhur në zgjedhjen matematikore. Por edhe nëse përgjigja do ishte ndryshe, ai prap do zgjidhte numri 1, pasi i pëlqen të jetë gjithmonë i pari në atë çka bën. Edhe Olti gjithashtu ka qenë fitues te kjo sfidë, por fat keq Olti nuk keni mundur do ta kaloni skuadrën e kuq. Gjithsesi ti e munduar. Kemi humbur me ballin lart. Me ballin lart, ka shumë e vërtetë. Nuk rëmë nisin vetë për a odhe zove në skuadrë, gjithë jo. Olti është treguar super inteligent dhe ka rënë pisin, fakt për fajt të shokëve të ekipit, po Olti ta bën shokët, nuk ishte faj ytë. Rozana gjithmonë ma ka pat me të futme. A ke nevoj për ndim? Në mbrëmjen e sotme, të pandrejshmit erdhën në sfida bashkë me mijëra ndjekësit e tyre përtej ekranit. Përballë tyre ishin anoreksikët, të cilët nuk ngopen kurrë së korruri sukses. Në raundin e parë të sfidës, Qilieta dhe Jonida fituan secila pikët përkatëse për ekipin e tyre, duke mbajtur rezultatin në barazim. Raundi i dytë ishte ai që ndryshoi rezultatin e ekipeve. Noizi dhe Elgiti kaluan me sukses formën e murit, ndërsa Olti dhe Rozana nuk arritën të merrnin asnjë pikë nga ky raund. Në vazhdim të 3 artistët e pandrequr kaluan notat muzikore dhe fituan 3 pikë të tjera. Gjithashtu, edhe anoreksikët përballë mikrofonave arritën të ishin të suksesshëm. Në raundin e fundit, si Noizi dhe Olti ishin po aq intelektual, megjithse me dyshimet e tyre. Por rezultati përfundimtar nuk arriti t'i bënte fitues ekipin e anoreksikëve. Kështu, fundi i raundit të 4 e mbylli mbrëmjen me rezultatin 7-5 për ekipin e kuq, duke i kualifikuar të pandrejshmit në fazën e gjysmëfinalistëve. Dhe për të vazhduar në gjysmëfinale, ajo është vetëm skuadra e kuqe. Skuadra e kuqe shparet fituese dhe kalon në gjysmëfinale, ndërkohë që skuadra blu ka fituar një abonim një metan digital. Qilieta, Noizi dhe Elgiti afron këtu pranë meje, jeni mos keni frikë nga uji. Falenderojmë Rozanën dhe Elonën që kanë qenë po aq sportive sa gjithmonë edhe keni treguar një anë tjetër tuajën. Olti del nga pisina. E po të kush do bjeri në pisinë. Duke mbritur në fund të këtij spektakli, duke ju falenderuar gjithëve që keni qenë pranë nesh, por edhe që na keni ndjekur, Rozana, mos ki frikë se uji është shumë i ngrohtë. Ne do shihemi sërish javën e ardhshme, ndërkohë që me grupin e kuq do jemi në gjysmëfinale. Faleminderit. Në kualifikimin e fazës së parë, ekipet që arritën të kalonin në gjysmëfinale ishin Osa Keq, të tërbuarit, Rrotat, intelektualët, superheronjt dhe të pandrejshmit. Kush do të arrijë në finale? Kush do të jetë më pranë çmimit të madh? Një përballje për të mos u humbur.